Ibrahim Rugova dhe Hashim Thoqi e kanë ditë se çka ka brenda këtij populli. A kupton? Po kanë qenë strateg të jashtëzakonshëm, sepse Ibrahim Rugova nuk i ka shpalu fort shtofin, a kupton? As Hashim Thoqi. Ato partneritet me Shëban jemi me perëndimin e tjera. Mirë po, kur çka ka bëu Albin Kurti? Albin Kurti e ka zbulu shtofin, e ka hek bezin, sofra bezin, dhe i ka thënë botës jashtë shikoni, apo shek këtu kemi plotu të basha. Aty se me mija kanë qenë antarë të udhbës, dhe ata kanë nipa stërnipa. Dhe çiftat e tyre u futën në kuvenda ditë dhe i thanë nuk e meriton asarin e Kosovës, me thith një familje emblematike si kjo e Sala Jasharit. Unë bëra një video për këtë punë dhe tregova se çfarë simbolika kanë bërë në Kroaci në atë kohë. A kupton? Ja kanë dërgu kanoqet, që i thonë të limenkat, qist hrvatski zrak kroatisht. Kjo është ajri pas të kroat. Ti këto se meriton se s'ke qenë luftë. Po dallimi është që atje 99% kanë qenë luftë, kështu që pak kanoqe janë shpërndo, e këtu është e kundërta. Edhe thirrja tjetër për shkatim të një edhe thirrja tjetër MNZ të luftës, e ikonës nëse më ta them edhe të lirisë patjetër. Po, domethënë për mua është ju e keni pas si e kanë përshkruar në aspektet simbolike Ramushin në Hag, si Rambo, domethënë si Rambo si diplomat të ndërkombëtar të kategorive të jashtëzakonshme. Nuk kem çfarë flasim ne për luftën e Ramushit, një ndër kryekomandantë kryesor të luftës shqiptare, por një ndër politikanët e vendimeve të mëdha në Kosovë, të ushtrisë, të pavarësimit energjetik, të taksës 1% e tjera. Pra një njerëz i cili ka plot të borën mbushur me vllazni të vrarë, quhet një mbetje e udhbës, edhe bën thirrje për shkatim. Po a di kjo ka një shpjegim tjetër? Po të ishit ju në kuvend, a do të rrini indiferent teksa do të ndëgjoje këtë thirrje? Shumë vështirë kisha pas mos me reagu, sidomos në rastin e Salës, në rastin e të madhe të Ramush Haradinaj. Unë u preka shumë atë, po hallalli u koft atyre deputetëve që kanë qëndruar gjatë ftoft, sepse provokimi që ka bëu atë Albin Kurti me ata militantat që ka shtyr mbrana, ata të bitë e udhbës, mbetjet e udhbës, më falni, ka qenë ma ka çu mallin, ma ka kujtu mënyrën se si Rahman Morina Slobodan Miloševići kanë pas infiltru civilët e udhbës në kuvendin e Kosovës për me suprimu autonominë e Kosovës me dhunë, ju kujtohet ky momenti. E njëjtë ka qenë skena, po edhe skenari gati se aty ka qenë. Por shikoni këta njerëz Ramushi, Jasharet, leadershipi për DKS-jakës përgjithësi, përveç që emocioni ja u kanë lënduar shumë, e kanë pjekuninë e madhe politike dhe nuk kanë reagu me këto provokime të ulta të atyre udhbashëve të thotë në një jetë simbioze gjatë kohës së Bizantit deri këtu me siguri ta garantoj që nuk kanë gjak të pastër të shqiptari. Po mbi gjitha kjo ka një shpjegim tjetër, pra këtu shpjegimi kryesor është gjua helmuse e Albin Kurtit, i cili ka mbjell urrëtie të jashtëzakonshme, e ka paralizuar shumë këtë shoqëri, saqë njeri është bind, edhe mos me qenë mbetje udhbës, ka plot të tjerë që i ka bind Albin Kurti që po këta meritojnë me pushkatu dhe po këta jasharët nuk e meritojnë me thitharin e Kosovës. Është pra pasojë e gjuhës toksike të Albin Kurtit. Dhe këtë periudhë është një mjaft të lëkundshme në pikpamje të sigurisë. Gjithë këtë kontribut jo të tashëm, por ndër vite, nëse më ta them, që mund ta godas Kosovën me një pasiguri tjetër. Kemi rezervat krizës, kemi institucione, kemi vendime, siç thatë, të rëndësishme që pritet të merren edhe në Hag, edhe kë 4 shtatori. Dhe gjithë kjo situatë nuk po prodhon nga mëngjesi ndarë asnjë lajm të mirë. Cila kostoja e gjithë kësaj situate sipas jush? Kostoja është se kostoja politike është. Ndoshta nuk jam shumë agresiv e të më falet qytetari, po jemi shëndru si është një klinik psikiatrike thuajse. A kupton? Që është prej mëngjesit mbrëmje, njerëz veç që shën negativitet, vetëm gjuhë helmuse toksike, duke u anku se s'kan me pagu faturat të rrymës, dhe në fund të muajit nuk kanë me vlerë ushqim të mjaftueshëm në market. Ti mos e shihni 10-20% i cili ka kriju miliona të vjedh. Po tash është në pyetja 70% e popullatës e cilës ja ka rëndu jetën Albin Kurti me këtë qeverisje. A kupton? Do të koncentru të hollat për mi blez zgjedhjet, do që mi shti ato në investime kapitale me prodhu vende të reja të punës. Kjo është krizë e madhe. Dhe kjo është një predispozicion që pak pasiguri me pas. Siç është kjo me bllokadën e institucioneve, me u derdh njerëz nëpër sheshe, jam sy sheshe dhe me pas edhe zotruna incidente edhe më të mëdha. Prandaj duhet koka të ftofuna, sa më shumë këto 2-3 javë, me gjaktësi, por pa hequr dorë nga aksioni dhe dinamizmi i opozitbërjes me çmimin e ruajtjes së shtetit. Sepse me 4 shtator në mbesin pa institucione,
ky mo nuk quhet shtet. Pra mbi bëhet çesharak në sy të botës. Ndërsa, siç e thash, me 16 rikthehet shpresa. 6 muajtin. Po. Po shihesh edhe ashtu që jenën pritet ju dhe shumë tjerë natyrisht. Shumë kush Kosovë, po ka edhe shumë kush që po bën kërti në për rrjetet sociale kundër zotit Thaçi e tjerë. Duke që ka klim, nëse mund ta them paniku ashtu. Shiko, janë në panik, këta bejt e bijat e UDP-s lirohet Hashim Thaçi dhe ke po i kanë mbush rrjetet sociale me fyrje ndaj Hashim Thaçit më shumë se sa Daçiqit. Në fakt, me Daçiqin këta kalojnë shumë më mirë. Po shqyr që përballë aty në matrapazëve që ndrojnë disa shqiptar të mirë dhe s'kena me liu me pikë shtetin e Kosovës.